Artica ma të bukur në kar, me fuqine kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ja ku takuam sërish në emisionin Kombi Ynë. Sot do të flasim për një profesor të shuar të muzikologjisë, Albert Paparisto, një personalitet të kulturologjisë muzikore shqiptare, i cili jetoi për vitet tëra këtu në Michigan. Të shkruash për Albert Papariston si kompozitor, pedagog, muzikolog dhe administrator i kulturës nuk është as pak një punë e lehtë. E themi këtë pasi periudha historike gjatë cilës u lind, u shkollua, në cilën ai formosoi personalitetin e tij është më vete me lindjen dhe zhvillimin e muzikës profesioniste shqiptare. Për këtë na duhet pohojmë qysh në fillim se përmasat e personalitetit të veprës së profesor Paparistos janë ende të pahulumtuara dhe të njohura sa duhet. I shkrirë mes pedagogjisë muzikore, administrimit të institucioneve artistike, kompozimit dhe muzikologjisë, së pari duhet të çmosh të gjitha sa më sipër për t'ju ofruar sadopak figurës së tij. Albert Paparisto lindi në Elbasan në vitin 1925 në një familje me traditë muzikore, ku ranë kontakt me artin që në moshë të vogël. Kjo periudhë e hershme krijoi thellë formimit të tij duke bërë të përkushtohet ndaj muzikës profesionale pas çlirimit të vendit. Në vitin 44 ai ndoqi studimet në Konservatorin Çajkovski të Moskës në djegën e muzikologjisë dhe diplomoi në vitin 56 në drejtimin e kompozitorit të njohur Dmitri Shostakovich. Ai shkëlqeu në përvetësimin e disiplinave muzikore duke u bërë një nga emrat më të njohur të studentëve dhe duke krijuar bazën për veprat e tij të para si kompozitor që është në vitet 50 me harmonizime të këngëve popullore shqiptare. Karriera dhe kontributet. Në vitin 58 Paparisto emërua drejtori i parë i Teatrit Operës së Baletit të Shqipërisë, ndërsa në vitin 62 themeloi dhe drejtori Konservatorin Muzikor të Tiranës, ku ndikoi në zhvillimin e edukatës muzikore dhe krijimin e një biblioteke dhe fonoteke të pasur për studentët. Ai gjithashtu u përfshi në administrimin e institucioneve kulturore dhe në Ministrinë e Arsimit, duke luajtur një rol kyç në institucionalizimin e muzikës profesioniste shqiptare. Pavarësisht përjashtimit politik nga Partia e Punës në vitin 66 dhe transferimit në Shkodër, ku punoi si dirigjent dhe drejtori i shkollës muzikës, Paparisto vazhdoi të kontribonte në zhvillimin e muzikës shqiptare, duke mbajtur të gjallë traditat dhe duke formuar breza të rinj artistësh. Ai ishte një kritik i njohur muzikor, një nga themeluesit e kritikës muzikore shqiptare, duke përgatitur shumë muzikolog dhe pedagog të rinj. Opusi muzikor dhe muzikologjik i Paparistos është i pasur dhe i shumë llojshëm. Ai shkroi muzikë vokale dhe instrumentale me fokus të veçantë në muzikën e dhomës, duke ruajtur shpirtin lirik dhe thjeshtësinë autentike të muzikës. Një nga veprat e tij më të njohura është romanc për obo dhe orkestër, ndërkohë që kontriboi gjithashtu në studime mbi muzikën tradicionale shqiptare dhe ritualet bizantine. Trashëgimia e tij muzikologjike shpërndan në botime dhe artikuj të ndryshëm dokumenton zhvillimin e muzikës shqiptare dhe përbën një referencë të rëndësishme për gjeneratat e ardhshme. Kompozimet e tij të shkruar në një periudhë të izoluar nën presion politik reflektojnë një muzikë të lirë nga indoktrinimi i thjeshtë dhe universale, duke dëshmuar talentin dhe përkushtimin e një artisti të madh. Si pinjolli familjes së njohur të Paparistove ranë kontakt me muzikën qysh në moshë të vogël. Ishte kjo periudhë e rëndësishme e jetës që ndikoi së tepërmi që pas çlirimit të vendit në 44 ish partizani Paparisto ti përkushtoi studime muzikore në Konservatorin e Moskës në degën e muzikologjisë. Ajo që vlen të theksohet për këtë periudhë është fakti se Paparisto shkëlqej në përvetësimin e disiplinave muzikore, gjë që e bëri atë ndër emrat më të njohur të studentëve. Është pikërisht njohja e teknikave muzikore dhe disiplinave të tjera që ndër të tjera që e bëri Papariston të hedhë në pentagram me sigurinë e një profesionisti tashmë si kompozitor dhe krijimet e tij të para, të cilat zën fill qysh në vitet 50 të shekullit të 20. Ndoshta modeste për harmonizimet e tij të para të këngëve popullore në piano, qofshin ato shkodrane, elbasanese apo korçare, janë dhe mbeten një tregues më i mirë i faktit se një kompozitor kishte lindur tashmë brenda shtatit të muzikologut të parë profesionist shqiptar, duke pasur parasysh veçoritë e situatës muzikore të Shqipërisë atyre viteve, veprimtaria e Paparistos dimensionon bindshëm rolin e tij në disa fusha. Së pari, profesor Paparisto u bën ndër themeluesit të Konservatorit Shtetëror të Tiranës e padyshim një prej administratorëve të parë të institucioneve muzikore në Shqipëri.
Kontributi i tij në Ministrinë e Arsimit, në mënyrë të veçantë si drejtori i Teatrit, Operës dhe Baletit, konsiderohet me shumë rëndësi për të ardhmen e kulturës sonë muzikore, ndërkohë që gjithë kjo veprimtari u zhvillua pa ndërprerë asnjë ditë mosimdhënien dhe aktivitetin publicistik në mediat e shkruara kushtuar problemeve të krijimtarisë dhe interpretimit muzikor. Ai ndroi jetë në vitin 2014 këtu në Royal Oak në Michigan, ndër të tij organizuan homazhe në Universitetin e Arteve në Tiranë, ku miq familjar dhe kolegë dhanë lamtumirën e fundit njërit për figura më të shuar të muzikës shqiptare. Trashëgimia e tij vazhdon të jetë përmes edukimit muzikor, kontributit të zhvillimit të muzikës dhe kompozimeve të tij do të jetë një pikë referimi për muzikën shqiptare në shumë kohë. Në ditëlindjen e tij të 100 kujtojmë Papariston si pioner të muzikës shqiptare, si kompozitor, pedagog, muzikolog, administrator të kulturës, një figurë që formsoi identitetin muzikor të një kombi dhe ndikoi në edukimin e brezave të tërë artistësh. Padyshim që opusi i tij muzikor dhe etnomuzikologjik i shpërndarë teje këndej në faqet të shtypjet dhe botimet e ndryshme do të jetë për një kohë të gjatë një nga dokumentat më serioz të veprimtarisë së profesor Paparistos në këtë fushë, veprimtari e cila nuk njihet sa duhet sepse ndoshta për modësi të autorit deri më sot nuk ka qenë e përmendur një botim të vetëm. Lidhur me kompozimet e tij, do të thosha se ato janë përfshirë kryesisht në muzikën vokale dhe instrumentale. Ajo që bie menjëherë në sy lidhur me faktin se Paparisto shfaqet si kompozitor i muzikës sodomës dhe si i tillë ai dukshëm të emocionon me kompozimet e tij. Kjo vepër tashmë e përmbledhur në këtë botim do të sjellë padyshim një përqendrim në vëmendje, një rikthim të domosdoshëm të gjithë muzikantëve shqiptar për faktin se e shkruar në kohën kur Shqipëria ishte izoluar, kur nga autorët kërkoi bindje politike në krijimtari e tjerë, Paparisto shkruan një muzikë të paindoktrinuar, por ashtu thjesht, siç është vetë muzika për njerëzit e gjitha kohëve. Kjo gjë mund të vihet re fare kollaj edhe në titujt e kompozimeve të tij, titujt cilë flasin për shpirtin lirik dhe të frymëzuar të artistit Paparisto. Dhe për këtë arsye, kompozimet e tij muzikore do të jetojnë gjatë pasi kjo krijimtari në thelb është e njëjtë me artin e muzikës, si një art i cili buron vetëm aty ku mendohet dhe shkruhet për të dhe ku kompozitori me fantazinë e tij ngjitet në qiell. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kisha kënaqësinë sot të flas për figurën e shquar të kompozitorit dhe muzikologut Albert Paparisto. Miru takoheshim në emisione të tjera.